po atëre për zotin veçmet po, ku me di që ka kanë bo. E ardhmja e këti bani është rinia. Rinia nëse në shkojnë atër në që ka me bo. Do të me logarit me 100 euro, hajtë po i lëmë na ata për shamull. Le tjetojnë ata. Ja, të smojnë. Përshëndetje, jena Nuk ka ma të mirë se kur ka në njëri këtu, edhe është i lirë. është i lirë. Po që të kujton kur kalon në parabar qeveris, kur s'kena mujt me kalu kur një? Këto me pyte bashkë me vene dhe po të përgjishnë, se për para na une për veti e kom përjetu drejt për drejti. Ndoshta jo, po atëre për zotin veçmet po, ku me di që ka të kanë bo. E tash që une për veti për thëmë që ku është qeveria, që ku jo mune edhe sot lirë. Edhe, a është një krenari me madhe sot? Se nuk është. është krenari, është me gjitha, po i sholla do në zoti, e bo me pak madhve dishum, edhe... Se si janë bo? Vala, të redikon. Qka ju kështë thonë qeverijës sot? Sot ju kisha thonë që t'jenë të bashkum, gjithë. E të punojnë ma shumë për popull e për atë dhej. Se s'po punojnë farë sa duhet? Vala, po, jo bashkë sa duhet. Jo sa duhet. A është ndjenja më e mirë kur kalojnë ana parabar qeverisë dhe as policia, as institucionet nuk na ndelojnë duke hecë kësaj rruge kështu? Po nuk ka diçka më knasi se sa kur ishe për shembull polis tu flet në gjuhë tonën, edhe nuk të pengon. E vërtet, çfarë mesazhi e kishe dhënë për gjithë ata që punojnë këtë pallat? Po le të angazhohen ma shumë për popull, sidomos për rini. Për rini? Se tash, rini? Këtu dishta edhe unë me thonë se e ardhmja e këti bani është rinia. Rinia nëse në shkojnë atër në që ka me bo. Unë tash jo malë për 70 që rinin do të japin pak ma shumë të kujdesin edhe të jenë pak ma afër rinis të punësujnë, t'jo gjejnë vene këto të punës, e mos me ilonë me emigru, se unë pak e kom përjetu atë emigrimin, e di qka është. Sot hecmit lirë, po jena krejtë mirë, po dashnis po ka? Dashnia pa ka humbë. Pse? Respekti, dashnia pa kanë humbë, po besoj që kanë me ardhë gjitha në vend vetë. Kanë me ardhë? Kanë me ardhë. Ta zgjedhja që për na vinë, çfarë mendimi ki për partitë politike? Vallaj, nuk po di. Ti me bën ndryshimin te apo këto deshta edhe po ju them se populli e jap mendimin. Jo ne, po populli e jap votën e vet, e tash ata mujnë me zgjedh ka të dujnë. Po unë për veten time po flas. Para se këti Albinit nuk ja jap kërkujt. Pse? Që po e ceku me emën, që nuk është mirë. Po, anese. Se kë sa po shihet, nuk është i korruptum. Edhe është pak ma hadhetar. Të gjitha, do të thotë, këtu e i ka. Po. Vendi tonë i do në këtu, por pak ma shumë u angazhue për rinin, që e patëm fjallën, me i punësu këtu. Mi u gjithë venet punës se... Albini avriti plus penzia 120. Po, edhe kjo është një mire ti. A më si ka mashtru që të pleq? Jo. Ata për para kanë qenë... Vërde pak se më shtile pak me qërë, ata për pare kanë në ndikon 70 euro. Po. Aja, as ndimë sociale nuk ka të... Jo, vallaj, një ka në zapunin e bje. E tash, këtu dhe ishte me tonë, e tash e morëm, ku është heja, ku është pia, ku është vesha, rryma, ku është uje, ku përdoki, kanalizimi, kretë. Edhe tash nuk kanë bre njës me qka me pagua, se tash do të me logarit me 100 euro, hajtë po i lëmë na ata për shamull. Po. Le tjetojnë ata.
Ja, të smojnë. Le ta provojnë vetë. Jo, ka s'kanë për ta provokuar. Allah i në s'ma upë që to, kur dush jepe, na për i qoma ta. Jo, kam e dhonë, në televizion, kam e qitë dhe kam e dhonë në gone. Jo, lirisht për e dhëm, le tjetujnë ata me 100 euro në mujtë, edhe ta provojnë. 120 euro taksi, sa për 20 euro. Le ta provojnë, a është mirë. Jo, sa, vallahi sa. E, ma tash, do të gjithë se si me menu për popull. Po, harroj që ka shtete, që ka sate. Po, harrojnë, jo nuk do të harrohet. Ne disa gjona i kem harru shpejt. Tash, nuk po hijanina se e kom përjetu vetë luftën e di që ka është. Inshallah do në zoti nuk na përsëritet. Nuk na përsëritet. Faleminderit shumë që ishe pjesë, jo na trujt zoti bace edhe ty, inshallah jeton bile të rritet pensioni 200. Inshallah, unë thash, po i dom këta njerëz le të jetojnë me 120 euro. Le ta provojnë. Ja, do të desa doli për veti penzi kashin me rri. Inshallah. Jo, pa, të shkujen. Inshallah. Faleminderit shumë bat. E ju të dashur me që rrini me neve, sepse gjonat e mira i sjellën veç na. Shumë mire, tha. Inshallah rritët qeveria e muni me na jetu edhe jo me pagën e pensionerit na për shtëpia. Kështu që ne ju bojna apel për oborit qeveris, rrini ku jeni, punoni sepse nesër do t'jeni edhe jo pensionera. Mos harroni sepse njerëzit e thojnë të vërtetën. Shihemi mes.